i veçantë, por jo vetëm nga zëri. Patriot e intelektual, njeri me kulturë e karakter të jashtëzakonshëm. Dashurinë për Shqipërinë e kishte burim të veprimtarisë së tij. Shkodrën e Gjakovën veç e veç, por edhe të dyja bashk i cilësonte si djepin e këngës e të kulturës në përgjithësi. I dashur gjithandej ku flitet e këndohet shqip. E njëri me këto tipare s'ka si të jetë ndryshe, vetëm se armik dhe cak i shovinizmit shekullor serb. Pra, Esad Bicuri i plotësonte të gjitha atributët për të qenë armik i fashizmit jugoslav. Prandaj këtij bilbili i andalën këngën, por ky fitoi pavdekësinë me këngët e tija, edhe me veprimtarinë e pashtershme në krijimin dhe kultivimin e këngës e traditës shqiptare, të cilën e deshi shumë Bacacat. Esad Bicuri lindi në Gjakovë në vitin 1949. Shkollimet e para të shkollës fillore dhe asaj të mesme i mori në qytetin e lindjes. Fakultetin ekonomik si dhe specializimet i kreu në Prishtinë, përkatësisht në Beograd, në degën e doganave. Mësimet e para në muzikë i morin nga profesori i muzikës, muzikanti gjakovar Aslan Kryeziu. Është bahrajca e vërtet, aman aman. Tregohet një ngjarje interesante. Në një nga lagjet e qytetit të Gjakovës, në një dasëm, po këndonte shoqëria e doajenit Musa Peja. Sikur që ishte zakoni, dasmat gjakovare baheshin nëpër oborret e këtyre shtëpive. Ndërkohë, kur ishte duke pushuar Musa Peja, disa shtëpi më poshtë dëgjohet një zë i pastër e i veçantë. Ngritet në këmbë Musa Peja, e pyet se kush po këndon atje poshtë, e kërkon që të shoh për afër djaloshin që po ja dëgjonte zërin. Kur afrohet tek oborri i shtëpisë tjetër, sheh disa të rinj që po këndonin për mrekulli. E kur muzikantët e vrejnë pranin e Musa Pejes, ndalojnë. Por Basa Musa pyet, kush je ti, djalosh me këtë zë briljant? Jam Esad Bicuri. Kështu filloi jeta muzikore e njeriut që do të shndrohet në një ikon të një populli të tërë. Në Radio Prishtina si dhe në Radio Tirana ka të inqizuara mbi 80 këngë të muzikës popullore. Ka marrur pjesë mbase në çdo festival që është realizuar në atë kohë, thuhet në mbi 20 festivale, si Zambaku i Prizrenit, Akordet e Kosovës, Gjakova e shumë të tjerë. Bile në festivalin e parë mbarkombëtar mori çmimin e nderit bashkë me ikonën tjetër të muzikës gjakovare, Ismet Peja. I rëndësishëm është fakti se Esad Bicurin e gjejmë si ikon në për çdo manifestim apo festival të viteve 90 në përgjithë qytetet e Shqipërisë, me theks të veçantë në Shkodër. E deshi shumë këngën shkodrane, por edhe Shkodra e deshi dhe respektoi shumë të madhin Esad Bicuri. Këngëtari Esad Bicuri mbetet për neve jo vetëm një artist me vlera, jo të thjeshta vokale, por edhe një njohës e dashamirës i këngës së popullit, të cilën e transmeton me një origjinalitet të rrallë.
i madhi profesor Qesk Zadeja. E veçantë tjetër e tij është respekti që ka për muzikën popullore, mbar shqiptare, si dhe aftësia e të kënduarit të këngëve të gjitha trevave shqiptare. E admiroj këngëtarin e mirënjohur Gjakovar për mjetet që disponon, qofshin ato shprehjese apo ato zanore, si dhe gjithnjë e përcjell me respekt të veçantë. I madhi Ferdinand Deda. Këngëtari Esad Bicuri, me zërin e tij timbrues, aftësitë e tija vokale, ka ditur t'i përdorë me shumë mjeshtri në të gjitha këngët e të gjitha trevave shqiptare. Artisti i popullit Ibrahim Tukiqi. Ishte viti 1972. Bashkëshorti im, Hyseni, kërkonte interpret për këngën e tij për akorde. Kishte dëgjuar se në shoqërinë kulturo-artistike Bajram Curri, e cila aso kohë ishte mjaft aktive, një i ri kishte zë të mrekullueshëm. Ishte ky Esad Bicuri, student asaj kohe. Debutoi në festivalin Akordit e Kosovës dhe ngadhnjeu. Ishte befasia e festivalit. Kënga që interpretoi u vlerësua me çmimin e parë nga juria profesionale. Pasoi bashkëpunimi i mëtejshëm me Esatin dhe kuptohet sukseset në këto festivale. Kështu, në 1973, çmimi i parë dhe Okarina e Artë për këngën Eja Eja e Bardha Verë. E në të 74-ën, po ashtu çmimi i parë dhe Okarina e Artë për këngën E Kujtoj atë takim. Kështu u shpreh Pranvera Badivuku. Një ndër këngët origjinale të popularizuara nga Esad Bicuri mbetet kompozimi i Pranvera Basha Badivukut, E Kujtoj atë takim, e cila edhe sot këndohet në variante të ndryshme nga këngëtarë të tjerë. Esad Bicuri ishte interpreti i parë origjinal i kësaj këngë në Akordet e Kosovës.
Duke parë aktivitetin e ngjeshur kulturor dhe patriotik, regjimi serb fillon që kohë pas kohe t'i bëjë presion Esad Bicurit, por dhe gjithë familjes së tij. Kështu, për t'i shpëtuar arrestimit dhe keqtrajtimit, detyrohet të largohet përkohësisht në Shqipëri, saktësisht në qytetin e Elbasanit. Nga viti 1992, për 1 vit e gjysmë, qëndron larg familjes, pra në Elbasan. Ndërkohë, në Gjakov, i sëmurët i ati i tij, Alush Bicuri, dhe me të marrë vesh për gjendjen jo të mirë shëndetësore, ai vendos të kthehet në Gjakov, duke rrezikuar kështu ndonjë arrestim të mundshëm. Ishte antar i estradës së Kosovës, autor dhe krijues i shumë teksteve dhe melodive të këngëve popullore. Mbi të gjitha, ajo që ka vlen të theksohet është se Esad Bicuri ishte autor i 2 veprave që shërbyen në të mirë të zbulimit dhe të elaborimit të këngës dhe ahengut gjakovar. Është vepra Jarni Kleft Art Tachova e vitit 1997, si dhe vepra tjetër Ahengu gjakovar në Dëshrekuj, e cila u botua nga familja në vitin 2007. Në ditët e betejës së lavdishme të Qabratit, në muajin maj, saktësisht me datë 7, okupatori serb, pas dhunës dhe reprezaljeve në qytet, ekzekuton te ura e Taliqit 26 qytetarë të komunës së Gjakovës, e ndërta edhe autorin e këngëtarin e madh, me përmasa gjithkombëtare Esad Bicuri. Për vite me radhë, dhëmbja nuk ndaloi për familjen Bicuri, por edhe për të gjithë qytetin e Gjakovës, nga se emri i Esad Bicurit figuronte tek martiret e pagjetur të komunës së Gjakovës. Ditë, muaj e vite në kërkim të fatit të pagjeturve. Deri në vitin 2004, kur u identifikua trupi i pajet i kolosit të muzikës shqipe. O këndoje edhe një herë Esad Bicuri. O këndoje edhe një herë Esad Bicuri atë këngën që dëshirue me të pa ty. Të shoh si qelë zambaku në përgurgullim të zërit, në përgurgullim të zërit tënd të shoh zambakun e bardhë të shpresës, zambakun flak të kuq të mallit. O këndoje edhe një herë Esad Bicuri atë këngën që dëshiru me të pa ty, se vaji i burrit është kanga që s'ja një shien lotit, edhe në ditët më të dhimbshme. O këndoje edhe një herë Esad Bicuri atë këngën që dëshirue me të pa ty, se dhe vetë jam dëshirue. Në ndër të tij, Ministria e Kulturës së Kosovës krijoi një çmim kombëtar të quajtur Esad Bicuri për përsosmëri në muzikë popullore e urbane.